Shaban Rodhani nga fshati Rashani i Mitrovicës është ndër të paktët banorët e lagjës së tij që nuk ka migruar nga vendlindja për të jetuar në qendër të qytetit. Megjithatë, kushtet e vështira infrastrukturore kanë bërë që shumë bashkëfshatarët e tij të largohen nga ajo që njihet si lagja Smakollëve. Sipas tij që 26 vjet në këtë fshat nuk është bërë asnjë investim nga komuna. Rodhani tregon se problemet më të mëdha lidhen me gjendjen e rënd të rrugës. Nuk di çfarë është problemi hiç, po për këtë fshatra që janë edhe në Kosovë dhe në Shal, veç Rashani është i pa shtruar asfalt, pa prekur hiç. Të merresh për neve këtë. Të merr. Çernoj ta gjejnë të mu. Ai thekson se këtë dimër kanë pasur fat që nuk kanë pasur shumë borë, pasi në të kundërtën qarkullimi do të ishte pothuajse i pamundur. Udha është e keqe, pasha zoti veç dimët po morin të lehtë. E nuk po morin dimës përpara se na ishim dekë që pi por bimrozi. O problem na mërnu që të nuk di çfarë po bojnë ta. S'di çfarë fa njerëzim këta. Veç vina morin popullit ton, katunit ton morin votat e thonë kryme keni. Nesrit s'na merr parasysh kush as na del komunë apo sitkush. Rodhani paralajmëron se nëse gjatë këtij viti nuk ndërmerret ndonjë hap konkret për asfaltimin e rrugës, ekziston rreziku që fshati të mbetet pa asnjë banor. Çdo javë, çdo ditë do të bëj shukërën me rresht e mjeshtri, shir rrugës. Nuk më qirojmë, por të pas qeverisë na nuk më qirojmë të për hop ku. Shqot e mjesht 2-3 ditë. Ndërkohë sipas banorëve, në këtë zonë ka mbetur rreth 40 shtëpi, nga rreth 200 sa ishin më parë. Televizioni gjatë ditës ka insistuar të marrë një përgjigje nga komuna lidhur me këtë çështje, por nuk ka pranuar ende një reagim. Televizioni ka provuar që të marrë një përgjigje nga zyrtarët komunal se çfarë mosash do të merren për të asfaltuar rrugën në Rashan të Mitrovicës, por të njëjtit nuk kanë pranuar të prononcojnë para kamerës. Ndërkohë banorët kanë filluar edhe grumbullimin e nënshkrimeve online me qëllim të asfaltimit të rrugës dhe dorëzimit të kërkesës së tyre në komunë.